Ukraina kërkon para dhe teknologji në këmbim të ndihmës ndaj vendeve të lindjes së mesme pas kërkesës për ekspertizën e saj për të mbrojtur nga dronët kamikaze iranian. Kërkesën e bëri presidenti Volodymyr Zelenski pasi Kievi dërgoi specialist në rajon. Ai u tha gazetarëve se 3 ekipe u dërguan në lindjen e mesme për të kryer vlerësime ekspertësh dhe për të demonstruar se si duhet të funksionojë mbrojtja nga dronët. Më parë këtë javë ai tha se ekipet u dërguan në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, si dhe në një bazë ushtarake amerikane në Jordani. Nuk ka të bëjë me përfshirjen e operacione. Ne nuk jemi në luftë me Iranin, tha Zelenski. Ai tha se marrëveshja më themelore dhe afatgjata për dron mund të negociohen me vendet e gjirit dhe se çfarë do të marrë Ukraina në këmbim të ndihmës është ende për të diskutuar. Për ne sot, si teknologjia ashtu dhe financimi janë të rëndësishme, tha Zelenski. Shtetet e gjirit kanë shpenzuar sasi të mëdha raketash mbrojtëse ajrore për t'u kundërvënë dronëve shahet të Iranit. Kievi rrezon dronë rus çdo natë duke përdorur një sër armësh, duke përfshirë dronë më të lirë dhe më të vegjël ose pajisje bllokimi. Zelenski ka thënë se SBA-t si dhe vendet nga Europa, lindja e mesme dhe Afrika kanë kërkuar ndihmë nga Ukraina si të kundërveprojnë këtyre sulmeve. Megjithatë, presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se SBA nuk ka nevojë për ndihmën e Ukrainës për rrëzimin e dronëve. Zelenski tha se nuk e dinte pse Washingtoni nuk kishte nënshkruar një marrëveshje të madhe për dronë, të cilën Kievi e ka shtyr për muaj të tërë dhe se nuk ishte i sigurt se do të arrijej ndonjë marrëveshje për të. Doja të nënshkruaj një marrëveshje me vlerë rreth 35 deri në 50 miliard dollar, tha ai. Ai gjithashtu kritikoi disa kompani ukrainase dhe qeveri të huaja të cilat nuk i përmendi emrat, të cilat tha se kishin kërkuar të bënin marrëveshje për pajisje kundër dronëve pa miratimin e Kievit.